Lëvizja Shqipëria e Re së shpejti do të organizojë tryezën e radhës me temë arsimi, punësimi dhe shërbimet sociale në qytetin e Rubikut. 77 News është e pranishme në këtë qytet për të marrë opinionet e qytetarëve lidhur me këtë çështje dhe sigurisht për sa i përket të tilla organizimeve. Për më tepër le të ndjekim opinionin e tyre. Si paraqit situata e punësimit këtu në Rubik? Të stresuar, të shakardisur, nuk kanë me që të blenë ushqimet, nuk bëhet fjalë për solldanete. Si mund të hapën vend të reja pune? Vend të reja pune, po të hapën miniere, të hapën fabrikat, të hapën uzina. Është uzina në konservim tash sa kohë, edhe nuk po rrikot. Vetëm sa shkatrohet, zhvatet nga dita në ditë, ndërsa vende tjera puna ka. Si funksionon sistemi arsimor këtu? Për sistemin arsimor, cilësia e përvetësimit mësimit nga ana e nxënësve shumë e dobët. Pastaj se kush e lën puna, a ke mësim dhënia, a ke interesimi, a ke edukata, janë shumë gjëra të tjera që janë kompleks dhe unë nuk mund t'i vëj pikat mbi, por përvetësimi i mësimit është shumë i dobët. Si funksionon shërbimet sociale? Nuk e di, ka të meta, mund të ketë meta, nuk di them, nuk kam shpjegim për këtë. Lëvizja Shqipëria e Re organizon tryezë debati me të rinj, të cilët mbledhin rreth vetes të rinj dhe ku do flasin për punësimin, arsimin dhe shërbimet sociale. Dhe si mendoni ju këto tryeza, janë të frytshme? Patjetër që janë të frytshme. Çfarë është situata e punësimit këtu në Rubik? Situata këtu në Rubik për një thatë parafërsisht është mirë. Ka për arsimin, ka shkolla mesme, është shkolla që vazhdon me konvikt e rregullt, nuk ka në diçka, një fjalë që nuk ka probleme. Ka edhe shkolla 7 vjeçare, parafërsisht ato fshatrat janë grumullu këtu ke shkolla 7 vjeçare, vjen fugoni disa dhene që i merr, frekventon fugoni i merr. Ka shpenzon për Rubikun, ka arsimtarë, bajnë shkolla rregullisht, nxënësit që sipas shkolla 7 vjeçare, po ashtu edhe shkolla mesme. Si mund të hapen vend të reja pune? Vende të reja pune mund të hapen, po tashti vëllai boll nuk punohet me një perspektivë. Ka shumë mangësi, a kupton, minierët kanë shkuar, po të flas për minierët do të flas shumë faktikisht. Për arsye se unë kam dalë në pension miniere, edhe di shumë mirë gjendjen e minierët i lanë masdoret. Sidomos Rubikun. Është bën gjithë shpenzimi i madh. A kupton që u bën në rinërtim ajo miniera vjetër që mbyll, u bën ndërtimi i minierës re, me fjalë u bën shpimet, u bën pusi, edhe u mbyll. A kupton? U bën shfrytëzimi i galerisë, do të thënë që ishte një shfrytëzim i shumë i mirë, me fjalë nën pusin e vjetër, nën minierën e vjetër, nën ujëra që ishin grumulluar në minierën e vjetër dhe u mbyllen, kjo më shumë keq. Minierën nuk bi. Sidomos edhe për minierën, po ashtu edhe uzina, që ka qenë uzina e Florinit, si të thosh në mirë ditë, ka qenë shfrytëzuar bakri e gjitha, në ditë nuk ishte nevojë që të eksportohet të jashtë. U mbyllën, për perspektivën nuk mendohet asnjë. Shfrytëzimi i minierëve bën shumë keq. Lëvizja Shqipëria e Re organizon tryeza debati me të rinjt me temë arsimin, punësimin dhe shërbimet sociale. Si u duken ju këto tryeza? Si mendoni? Për mendimin tim është mirë. Si paraqitet situata e punësimit në Rubik? Situata e punësimit në Rubik si mosmazi. S'ka ku më shku më keq. Domethënë, njeriu ku punësim nuk ka veç në një që punon privat, 5-6 vet, 10 vet gjithë qytetin. Tjetër kërkun. S'ka ku drejt me shku më atë që. Si mund të hapen vend të reja pune? Vende të reja pune ka mundësi të gjitha me hap, sepse këtu ka qenë fabrika e bakrit, është fabrika më tonë, ndërtesa ashtu rujë me roje kot, se materialet më janë marrë, nuk diskutohet e punë. Ka mundësi të bëhet në punishta, në diçka për popullin që të punësojnë graje, burra, sa të e bokush. Si shërben sistemi arsimor? Sistemi arsimor me thënë drejt nuk është keq. Nuk mund të flas për arsye se unë kam di fëmijë aty, marr kontakt shumë edhe me mësues, nuk është keq. Si shërbejnë shërbimet sociale? Shërbimet sociale me thënë drejt mirë, jo keq. Deri aty shkon
Ka mungesa, duhet ma mirë, po prap mirë se mirë. Nuk është në gjendje sa me ba alarmante. Lëvizja Shqipëria e Re do organizon në Tryezë debati me të rinjtë e Rubikut, ku do të mblidhen dhe do diskutojnë mbi arsimin, punësimin dhe shërbimet sociale. Si u duken ju këtë Tryeza? Si mendoni? Po u bën kjo të jetë shumë e madhe. Si paraqitet situata e punësimit këtu në Rubik? Tashti përse për këtu Rubikut nuk ka asnjë lloj punësimi. Ka për shembull punojnë njerëz në punë private, punë zez, me 10.000 lekë bëjnë beton. Këto janë punë sezonale, një ditë, 2 ditë, dhe tjetër punë nuk ka. Edhe biznesi këtu ka ra për shumë sepse nuk kanë para me që thonë që të merren me këto punë të ndërtime, se ndërtimi është më ashtu sot. Si mund të hapen vend të reja puna? Po tani këte ka në dorë bashkia, duke kërku donator të huaj që të vinë, sepse resurset janë shumë të mira këtu. Për shembull janë objekte ashtu uzina atje, mund të bëhet një fabrikë fuçsha, mund të bëhet një rroba qepsi, sepse janë ashtu objekti gati. Po këto që shoh sikur kanë ra në gjendje qetë, nuk shqetësohen shumë për këtë punë. Si funksionon sistemi arsimor këtu në Rubik? Përsa i përket sistemit arsimor, të gjithë mi fjalë, këtu janë një shkollë e përgjithshme edhe profesionale. Të gjithë e dashurojnë arsimin, e dashurojnë gjitha, sepse këtu ka vite, ka mbi 25 vjet që është shkolla e mesme në Rubik. Dhe këtu vazhdojnë shkollën, gjitha që marrin klasën e 9 sot, vazhdojnë shkollën e mesme dhe pastaj si mas mundësive, si mas aftësive, mund të kërkojnë edhe në shkollat e larta që punë, edhe kanë shka pasase që kanë shkuar. Vazhdojnë edhe shkollat tjera, më lartë. Po arsimi nuk kemi vërejtje për arsimin. Lëvizja Shqipëria e Re organizon Tryezë debati me të rinjtë e Rubikut, ku do diskutojnë për arsimin, punësimin, shërbimet sociale. Si u duken këto Tryeza? Ne themi që janë shumë të mira dhe ju ulum mi fjalë për këtë, po përgëzojmë. Si paraqitet situata e punësimit këtu në Rubik? Situata kështu në Rubik është ka pa punësi, është vend i marum, kështu është i pasër, kështu si vend, po. Si mund të hapen vend të reja puna? Po minjeret për shembull uzina atje, tapët, për shembull ne kështu fabrik, kupto puthsha ne gjang. Si funksionon sistemi arsimor këtu në Rubik? Jo, mirë është. Si paraqitet situata e punësimit? Shumë dobët. Shumë e dobët. S'ka si lloj aktiviteti, biznes lokaleve, ose sen tjetër. Si mund të hapen vend të reja puna? Atë punë më mirë di shteti, jo na. Ju si mendoni? Pa me vendin e marrë private, të këpucve, me pensione i grua një gjë. Po minjera? Ja, vështirë mi hapi njëra, të s'ka njëri me punu më të. Pse? Po s'ka njërës, ku shko me minjera për 10.000 lekë ditë? Si funksionon sistemi arsimor këtu në Rubik? Nuk ka keq, i pranueshëm është. Nuk ka keq. Po shërbimet sociale? Çka? Përgjithësi. Lëvizja Shqipëria e Re organizon Tryezë debati me të rinjtë e Rubikut me temat arsimin, punësimin dhe shërbimet sociale. Si u duken ju këtë Tryeza? Në bazë gazetës që më lexu, nuk jam duk të këqija. Jam abonent i rregull që vin 77 për ditë. Nuk jam duk të këqija. Si mendon, janë të frytshme, vlejnë? Edhe mund vlejnë për këtë me të rritë.